viti? Gëzuar 7-8 mars. Me këto urime të lira fëminore ka nisur dita kushtuar festës së mësuesit në Durrës, në shkollën 9-vjeçare Qemal Mici. Atmosfera e festës së mësuesit ka nisur të ndihet që në orët e para të mëngjesit të së premtes në qytetin bregdetar. Shitja luleve është bërë në sheshe dhe rrugë. Me tufa lule në duar, fëmijët janë drejtuar shkollave për të uruar mësuesit e tyre. Pamjet e marra nga Adrianet Televizion tregojnë pamjet festive të shkollës Qemal Mici. Por jo vetëm lule, në këtë ditë të shënuar ndaj mësuesve nuk mungojnë dhe dhuratat. Në mënyrë personale, por dhe duke u bashkuar sipas klasave, nxënësit i kanë blerë të dhurata mësuesve të tyre. Në vende të ndryshme të botës festohet dita e mësuesit, ditës që i kushtohet punës dhe vlerësimit të figurës së mësuesit. Por data kur festohet kjo festë është e ndryshme në vende të ndryshme. Sot festohet pikërisht dita e mësuesit, që përkon me ditën e 7 marsit, ku në vitin 1887 u hap shkolla e parë në Korçë në drejtimin e Pandelis Sotirit. Mësojmëtoria kombëtare shqipe, a ishte shkolla me karakter kombëtar laik, ku të gjitha mësimet i jepeshin në gjuhën shqipe. Drejtues të saj ishin figura të njohura të rilindjes shqiptare si Pandelis Sotiri, Petronini Luarasi, Nuci Laci, Thoma Avrami e të tjerë. Në këtë ditë të gjithë së bashku kujtojmë mësuesit tanë të parë që na mësuan shkronjat shqipe, na mësuan që të duam njëri tjetrin dhe të respektojmë vendin.